Kosovën e zgjodhi për të jetuar. Gjigji Karali gjeti lumturinë pikërisht në Prishtinë. I'm Gigi. I'm in Kosovo for almost 3 years. Jam Gjigji dhe në Kosovë kam ardhur që 3 vite, vendosa me ardhur këtu nga shoqëria shqiptare që kam, të cilët vinin në Kosovë për çdo pushim, në çdo vit dhe gjeta shumë dashuri në Kosovë. Kind of in love with Kosovo. I would say my first time when I was here it was in Pea because the girls from Germany they come from Pea. It was Hera e parë në Kosovë ishte në Pejë, sepse vajzat me cilat erdha janë nga Peja dhe ishte me të vërtetë ndryshe dhe shumë interesant. Kishte shumë liri dhe nëse doje të shkoje në mal, shkoje. Njerëz shumë të shoqëruar dhe të hapur dhe diçka e re për mua sepse u rrita në Gjermani dhe jeta ime atje ishte shumë e strukturuar. And my life in Germany was very structured. Eksperienca e mirë në Kosovë bëri që bukuroshja nga Gjermania të zhvendoset në vendin tonë. I'm born and grew up in Germany, but Jam lindur dhe rritur në Gjermani. Nëna ime është nga Ukraina dhe babai nga Turqia. Jeta ime në Gjermani ishte mjaft e mirë, mirë po nuk kisha lirinë që kam në Kosovë. Këtu me të vërtetë jam një shpirt i lirë dhe spontane. Unë e dua lirinë dhe nuk më pëlqen të jetoj me stres dhe këtu realisht i ke të gjitha. in Germany you're so strict. You stand up, you go to work, you go to sleep. Në Gjermani duhet jesh shumë strikt, të zgjohesh, të shkosh në punë, të flesh, të shkosh në fitness nëse ke kohë dhe jeton vetëm për këto gjëra. Ti jeton për punë dhe jam person që dua të jem e lirë dhe më pëlqen të jem kjo që jam. See new things, to experience new things. That is who I am. Gjigji si modele mori pjesë edhe në klipin e Butrin Timerit, nga ku ajo ndan eksperiencat e saj me të. My experience to work, the most jobs that I did was Eksperienca ime në punë këtu ishte vetëm si modele. Kompani të ndryshme më kontaktuan vetëm nga Instagrami dhe ishte interesante se çfarë po ndodhte. Po bëja modelizëm vetëm në Gjermani dhe thash çfarë po ndodh. Më pëlqeu dhe njerëzit ishin shumë të mirë dhe sigurisht e shijova të dukem bukur, të vishem dhe rregullohem. okay, let's try it out then. Yeah, I'm open to do it again. I like it. It's bring you also to new parts, and I find Eksperienca si modele është e mirë dhe jam e hapur për të krijuar më shumë përmbajtje në modelizëm. Kosova është shumë e sigurt, po mendoj se te kjo fushë është shumë ndryshe, nuk e din sakt se çfarë ndodh. when I was in the music video for Butrim and Mary Leila. Don't bring me in a position that I don't like. No, they are open, they are nice. Mund të them se vajzat janë të mira, të hapura, nuk do të them asgjë për xhelozinë e vajzave këtu. Kam shoqe që janë të afërta me mua, nuk kanë jetë të lehtë, por janë shumë të forta. They don't have that easy life, but they are very strong. I love goulash. I'm really a goulash person. I love goulash. Just goulash. How about pasul, flee, pizza? Did you hear about Yeah, I know them. Pasul is Më pëlqen shumë gullashi, pasuli nuk është në preferencat e mia, më pëlqen edhe flia, por piteja është në çdo mëngjes dhe nuk e kuptoj se si çdo ditë është shije ndryshe. in the morning, you just eat it. It's like every day, like in Germany, you eat breakfast with Pëlqen gjithashtu jetën e natës në kryeqytet, por ka diçka që do ta ndryshonte. I would say the nightlife in Kosovo is good. It's something different. Mund të them se jeta e natës në Kosovë është e mirë, është ndryshe nga Gjermania, sepse ju keni më shumë opsione për muzikë. Më pëlqen jeta në Kosovë, po muzika është e njëjtë gjatë gjithë kohës. Ka shumë njerëz të rinj, ata flasin shumë mirë gjuhët e huaja dhe Kosova ka evoluar shumë mirë. Madje ajo ka njohuri edhe për historinë e Kosovës. But I have really respect for Kosovo, maybe because in Germany it's like Po, kam dëgjuar për historinë e Kosovës dhe kam shumë respekt për këta njerëz dhe historinë. Në Kosovë janë shumë krenar për vendin e tyre dhe në Gjermani nuk janë. Kur ata flasin, duket se ndihen shumë krenar. German. In Kosovo it's very proud, it's very proud, and I really love the nature, and it's so near. It's not that you have to go like 1 hour driving to go in the nature. You go in Gemia and you're in the nature.
Më pëlqen natyra dhe nuk ke nevojë të shkosh shumë larg për të dalë në natyrë. Ti mund të shkosh në natyrë shumë afër këtu në Gërmi dhe je mjaft i lirë. Më pëlqen qyteti, kultura dhe çdo ditë ndodh diçka e re. Me familje nuk ka shumë kontakt, por sot a jeton bashkë me motrën e saj në Kosovë. With my family I don't have really contact to my parents till I was very small. Nuk kam kontakt me familjen time, në fakt me prindrit e me kam shumë pak kontakt. Motra ime jeton të këtu dhe vllau në Gjermani dhe kur isha atje telefonova motrën i thash mund të dalësh të marrësh rrobat e mia në autobus sepse fluturimin për Kosovë kam nesër. Ajo befasua shumë dhe më tha çfarë? Thash po nuk e di pse, por po vi. Thash jam e re, dua ta bëj dhe do ta bëj. Kishte një dashuri të veçantë për Kosovën dhe nuk e di pse. Nëse s'është mirë do të kthehem, por se di. In the bus and it will come tomorrow. My flight is mas nesër. Për fund, Gjermano-Rusja ka disa fjalë për djemt shqiptar. I want a man for mentality. Unë dua një burr dhe them tamam, një burr. Dikë që më bën të ndihem e sigurt dhe është shumë i rëndësishëm një mashkull i sigurt, sepse këtu nuk shoh shumë djem të sigurt, spari për veten, pastaj edhe për mua. Shoha, që po ban shoha, a je mirë, a je knaq, a po më pini kafe?